Përshëndetje! Adoleshent sot ka ardhur në Shkodër. Jemi në gjimnazin Jordan Misja për të takuar tre nxënës të talentuar. Me sa dim ne, është ajo shprehja famshme me ken shkodran tana i bank, kështu që do shohim ai kanë batana. Hajde Livia. Kemi Si jeni Tuna? Livia. Angelo. Stojmë. Përshëndetje. Pas keni një shkollë shumë të bukur. Shumë faleminderit për mikpritjen. Do fillojmë brenda tani? Po. Hajde. Tani, si që thash dhe pak më parë, do të bashkëbisedoj me Angelon. Angelo, mirë se erdhe, dhe me Ilarion. Mirë se erdhe Cuna. Si jeni Tuna? Unë më duket, jemi informuar që është dhe një i tretë, por sot nuk është. Ka keni më qefa të cume. Po, ashtë e smur edhe nuk kam ujtë. Okej, të shkuara. Por projektin e keni bërë të tre. Po, të tre bashkë. Shumë mirë. Çfarë do me thënie ka projekti juaj? Si po e shohim, është gjë shumë e bukur, po ne si jo as pak të informuara nga shkencës, nuk e marrim vesh. Atëherë, kjo është një sistem paralajmërimit për përmbytjet, pra do me thonë në rast përmbytjesh, të paralajmëron që niveli ujtë brenda posetave është rrit, edhe ka kriju rrezikshmëri që të përmbys një zonë caktuar. Ndërkohë, po e mund të po filloj sistemoja avash që ta shohna edhe provën aktuale. Ju këto e keni bërë kuadrë të festivalit të shkencave, apo jo? Po. Nga ju erdhi ide të bënit këtë lloj projekti? Si ide në fakt ishte koha si ishim të bë gati për këtë festivalin e shkencave, na kishin thënë zyshat që keni me bëj diçka, dhe po në faktikisht nuk asë kishim në gjë në menje. Po i di të orë për shkollë, kishte ra shumë shi dhe ishin përmyt rrugë, se na i copë rrugë se bëjmë kam, edhe u lagme në fakt, me thënë drejtë, edhe ishim të menu si pse adin përmytit. Ju erdhi spontane, dhe me thënë si ide. Po. Okej, jam shumë kurioze ta shoh si funksionon. Presim Angelo. Po, për pjesën e materialeve keni gjetur edhe keni krijuar çdo gjë vet, apo? Po, çdo gjë Po, vetë. sa shohun kjo është me peshk, korrekt? Po. Çfarë materiale të tjera? Kena tuba 200 plastik, kena transformator paketa relé, kena drita, kena bori, kena paket GSM GPS, kena transformator tjetër, edhe i po doma 24. Edhe sondat që harrova. Sa ka shkuar çmimi i këtij projekti? Me ta thonë drejtën, nuk e kena llogaritë. Se me shqiptarë vdesin të marrin për lekësh. Nuk ka kosto shumë të mëdha, domethënë paka shumë mund të ketë shku te gjithë projekti mund të ketë shku te 100.000 lekë, paka shumë. Por disa gjëra si kena pas edhe vetë të shtëpia si transformator për shembull, edhe nuk kena pas nevojë me ble se këta janë të kushtueshëm. Po, normale. Shkolla si u ka ardhur sti projekt, pra si e kam pritur? Keni pas mbështetje nga stafi, Nga zyshat? Po, shumë. Kena po shumë shtetje. Na kanë suportu, do me thonë, apo? Vetë shumë qefi. Tani, për sa shoferaj, jam shumë kurioze. Angelo, çfarë roli ke patur ti në projekt? Cili ka qenë roli jot në projekt? Me thonë dhe nuk është se kena pas një rol dom ose të caktuar, por në përgjithësi e kena bërë të tonë bashkë. Dikush ka punu një gjë, dikush i tjetër, po edhe jena përzi, domethënë. Keni pas një moment që keni thënë, e di çfarë, du ta lej fare se s'kam më nerva. Shumë herë. Shumë herë kena thonë, sidomos kur na kanë të programu paketin, domethënë që dërgon mesazhin, atëherë ka kanë fazat që kanë thonë, ato për vend më morë me ta, po ta lojmë kërcës. Të shkja godi është, vetëm me vunë punë. Okej, si vetë punë? Tësh, po e pak në mas në dolit. Tësh... Mos a bjen në ujë. Ja, nuk bjen ujë. Po mba është të futën në ujë për momentin, edhe ka me marrë ujën prej të bidoni që është, edhe ka me e futë mërëllën poset. Kja simbolizën dhe me thonë që kur bjen shi, ujë mushet, dhe me thonë poseta mushet me ujë, edhe nuk kena pasi me ba tjetër, po në qitë direkt. Atëherë, kur ujtë më rinë të sonda e dytë, ka mundes drita e dytë, se kja ka 3 sonda që janë në poset. Ka me më rritë sonda e dytë dhe nëzit drita e dytë, mëse në këtë më rinë të sonda e tretë, nëzit drita e tretë.
Kur të mrin të sonda e tretë, hin punë paketa që nis mesazh edhe me telefon, po, sinjalizon. Do të thonë para lajmërat pashtu ka edhe sistemin e alarmit. Atëherë. Tesh ashtu mush me ujë. Kur ke gërshon. Perfekt. Për pak shona se ta ponez drita dytë, o nes drita dytë, është? E kena nalë për momentin, uj kam rritë të sonda dytë. E dytë, po. Okej. Tesh, vazhdojnë me rashi dhe poseda është e bllokume, kështu që do të çojnë në sonda e tretë ka haste ujë. Do të thonë paketa ka hinë punë, siç e shohim. Edhe për 2-3 minuta do të na vinë një telefonat. Atëherë, mua më pëlqen shumë si ide, është shumë ide kreative, ju përgëzoj shumë ndjema. I keni bërë të dy dhe me një tjetër, a? Po. Se ka emrin ai çuni tjetër? Ricardo. Okej, Ricardo ne përshëndesim, me përgëzojmë dhe Ricardon për punën që ka bërë edhe që keni bërë të tre. Ju Dima ju ka ndikuar ky projekt në shkollë, në mësime pra? Si u ka ndikuar? Na kena bën, do të thonë, kena bën një muaj gati me bën si projekt, edhe jena shkput të disa lanë, por mos ne jena rikthy prapë mendimin e mësuesve. Ju kanë kuptuar? Po. Mëse dhe mendimin e mësuesve jena kthy prapë bashkë me klasën, jena bashku me klasën, do të thonë me mësimet. Shumë mirë. Jeni në vit të tretë gjimnaz apo? Po. Okej. Çfarë do vazhdoni? Unë kam mundësi që vazhdoj për teknologji ushqimore ose për menaxhim biznesal, nuk e kam vendosur. Mirë, po ti? Unë jam mes inxhinierisë mekatronike ose për akademinë e sigurisë. Mashallah. Super. Shtaj vetë mbar, do vazhdoni këtu në Shkodër, në Tiranë, keni plane Ja, për Tiranë. Tiranë, po. Ka Shkodër universitete? Po. Si janë? Mirë janë, po këto dek për shembull nuk i kanë këto. Nuk i kanë. Ja. Pse këtë U mendoj që do të flasim pastaj për këtë temën. Kështu që tani le të fokusohemi edhe një herë pak për projektin. Qëllimi juaj me projektin për te Festivali i Shkencave ka qenë me patjetër fitoria apo? Po. Qëllimi kryesor ka qenë fitoria, por jo gjithmonë shkon sipas planit. Po. Ju deri në çfarë faze arritët? Vetëm fazën e parë. E kaluat fazën e parë. Se kena kaluar fazën e parë. Ka rëndësi që ju keni bërë një punë shumë të bukur edhe mendoj që Do jeni krenar për veten e para. Mendoj që edhe familjarët tuaj janë shumë krenar për ju, edhe shkolla për ju. Edhe ne jemi shumë krenar për ju, se keni bërë gjë shumë të bukur. që në Tiranë nuk është se e kemi bërë këtë, nuk është se e kemi patur si ide. Mendoj që u ka ardhur pak edhe pak se Shkodra është pak vend që ka përmbytje të shpeshta edhe. Po, siç thamë edhe në fillim, na u lëgshin kom, sa herë vesh na për shkollë. Pa. Si ka mundësi se nuk ka asnjë sistem paralajmërimi, do të thonë, si s'thot kur gjë. E kuptoj. Atëherë më që dolëm dhe tani nga ambientet e shkollës, ne menduam të ulemi këtu, më që na thotë dhe ju, nuk e di këtu leni orët që çuna, i deni orët shpesh ke kjo shkolla apo? Ja nuk i lajm orët, po këto janë storat e pushimit të madh. Këtu rrinin pushim të madh. Orët si leni? Okej. Po sa po gënjeni ma. Po i Ai ky fije rank. Kush i le më shumë orët? Sa ti gjithë kemi lënë orët në herë, mos bëjmë sikur ka ndodhur në Në fakt, unë ky dhe Ricardo jena treshi, lëm të tre për herë. O njoni o. Edhe në të tre lepës më bashkë. O të tre o asnjëri. O të tre asnjëri, po. Shkojmë paket. Çuna si është jeta juaj këtu në Shkodër? Me çfarë e mbushni ditën? Se ti the çfarë, që unë po paroja me marrë shkollën dhe me ikim në shtëpi me fletë. Ç'a bëm? Pastaj, mbasi flet. Si shaj nuk se ky e ka ditë ky po, mos më ka tregu se sa keni marrë vetë. Kur t'ka thënë? E ke bë kët? Para 2 orësh. Ç'a thua, Angelo? Ua. Po pse? Po mos të kisha thonë që është dje, se kam marrë vesh kishte ardhur në shkollë. Kishte thënë ja po ja me spuar, ja po ja me zonën. E po mirë ta pas ka bë pra. Me çfarë mbushni ditën ju si adoleshent në Shkodër? Çfarë ka Shkodra për ju? Ose çfarë do bëni sot mbas të mbarim xhirimet? Në radhë parë herë me ik shtëpi,
Masa në i varet, me dalë me shokë, me dalë me pi kafe. Ku dini pini kafen? Gjithë konë në skojve të caktum. Më keni një kështu që bazë, ku diu, si i quni ju? Po për shembull unë për veti sot kur të kryj mësimin, do me i shtëpi, do haj buk, do pushoj pak, edhe ta bëj dal pi një kafe. Do i kish shtëpi dhe bëj mësimet për sot. Për të nesër më fal për sot. Ku kanë qenë detyrat e tua të fundit që ke bërë? No, Çfarë Anxelia lëndë i po bërë? re? Se ti duke që Mu magazoj këtë se rajse edhe këtë rajse. Ore, po tregojeni ka që kështu, mos tim dashës. Se ne me vërtet ne duam shkollën, është shumë e rëndësishme, po që viti do tretë, mos ne që jemi do bëjmë vit pak- 3 dhe po mbaron dhe jemi me shkolla çuna. Kush do me njëtë më shkollë tani? Çfarë planesh keni për të ardhmen? ta kryjmë këtë vitin e tretë deri të kryjmë ato përvimet e lirimit, edhe më ne shumë. Inshallah po dalim mirë të përvim të lirimit. Jemi 4 maturantë këtu. Çdo thotë kemi çik punë përpara. Po që për pjesën e universitetit, çfarë planesh keni? Të vazhdoni në Tiranë apo? Po, në Tiranë. Unë për veti po. Po, ti Angela? Çfarë doni të kryeni? Unë që kam do me në lo tash edhe më parë, që do të vazhdoj për inxhinieri mekatronike ose për të Akademia Sigurisë. Po ti janë të do? Kurson, do të vazhdoj o menaxhim biznesit o bioteknologji. Unë ju uroj shumë suksese çuna, inshallah po i kapni i gjitha ëndrat tuaja. Por, e di çfarë pyetje kam unë tani për ju? Si është date life këtu në Shkodër? Hela jo. Se nuk do flasim kaq shumë për mësime. Se ne duam shkollën mirë tharaj, po nuk është se na pëlqen shumë, right? Po, është. Mirë që çunat nuk na u përgjigjen për këtë date life në Shkodër, çfarë bëjnë me jetën e vet. Tani ju ishte 3 çuna ke projekti. Po, Pse nuk morët asnjë gocë nga shkolla apo ku diun? Apo ju veriorët një çik më Po s'kishte, për çfarë më marr kur i bëmë nuk kishim nevojë për ta, kupton. gjithmonë ka nevojë për një mendje goce, më beso. E para dhe e dyta, po pse mos merrni në një shoqë klase, në ku diun? në fakt janë kënë të angazhume edhe me projekte tjera me gjona, se janë kënë të marrë me një projekt biologjie. Edhe ku e kena vazhdu veç në 3 edhe një ashtu mësë ne e kena përfunu, se E keni gjetur më shumë bashkëpunimin me po, disë jush. kena gjetë një tjetër më shumë. Jeni edhe shok, kështu që Po, duke rrim të ma thënë shumë muhabeti. bashkë. Ka qenë i vështirë bashkëpunimi? Jo. Jo, a? Ricardo. Thuaj Ilario, çfarë ju ka penguar në këtë bashkëpunim? Ja nuk ka pengu gjë, po ai shoku tjetër ka kanë pak më kishte kryt më të fort, pak aty do të mëç me vetë. Ishte gabim, po thotë jo, jam sakt, thotë, shënohet. Dalte gabim më. Gjithmonë ndodhe një grup që dikush do jetë pak kundra sistemit, por e rëndësishme është që e keni realizuar projektin, tani keni bërë diçka shumë të bukur. Qa bani ju në Tiranë, për shembull, si e kaloni kohën mas shkollët? Halida, do e Shumë thosh ti? interesante. Dhe e thush ti se. Okej, e them unë. Unë në fakt nuk zgjedh që të rinj në shtëpi shumë, se nuk është se e kam me shumë qef. Se kam shumë qef të angazhohem edhe të bëj diçka për jetën time. Ne mbarojmë shkollën, te këtu ku mund ta lejmë ndonjë orë të pijmë ndonjë kafe, pse jo, se po vjen fundi tani dhe duhet ta shijojmë pak gjimnazin. Mbarojmë shkollën, kemi pak kohë për drekën, pastaj do ikim në punë. Sa ne punojmë. E qa punoni? Gazetare portali, ja, dhe kjo është një ndër punët që bëjmë. Përdan. Kjo është puna që bëjmë, do të thëmë, pak fjalë. Pastaj mbas pune do pim edhe një kafe tjetër, se normale. Normal tash. Pastaj në momentin që ka ditë që jemi të angazhuar me ndonjë projekt me shkollën ose një projekt jashtëshkollor, patjetër që shkojmë. Pastaj 2 herë në javë kemi kursin, pra mbas punës shkojmë në kurs direkte dhe mbas kursit pastaj shkojmë për sigurinë kibernetike. Po të Pra, them si të që ta drejtën, nga që kuptoni- kemi emisionin, edhe nuk është se kemi shkuar shumë herë të fundit, por që do e vazhdojmë kur të gjejmë E momentin. sa kohë kaloni ju të emisioni? Ne emisionin Varet. e kemi me ditë, nuk është se e kemi për ditë. Nuk e keni për ditë. Na bësh një batutë më Angela, ose unë kam dëgjuar që ju shkodranët për batuta jeni shumë të mirë, edhe për barstaleta. Do ta tregoni ndonjë?
Apo do bëni batut? Si e keni mendjen? Ilaria din Barceleta të bëgja. Me të Ha, Ilaria. drejtën këta Barcelona këta din vindin instinktivisht të shi po më thuti me thonë nuk më vjen asnjë. Këtu nejt kot mund t'i them 3-4 copa, kupton sa ndër din se rrimë mu të venditën, po idesh nuk po kam inspirim me thonë Barcelona. Nuk ke inspirim? Çfarë mund të bëjmë ne që ti të kesh inspirim? E shtu të bëjmë më vetë, din vetë. Vin vet. Vjen vet. Tani unë thua nuk e besoj që jeta juaj është vetëm shkollë, shtëpi, kafe. Çfarë keni ndonjë hobi tjetër ose çfarë bëni ndonjë gjë tjetër? Po, hobi kena shumë. Për shembull, unë gjatë dimnit del shumë me disa shok, del shumë me gjujt, që unë rrinë qelqet, gjuh shumë shqiptore ose lepra. Që janë Pëlqen gjuhë e tia? Shpend. Ah, shpend. Shpend. I thoni shqiptore? Shqiptore kanë emrin. Ja, pa që po e enjoy jetën time. Janë ndryshojn mretnesha e shpendve, domethënë se kanë mishin më të mirë për shpendve. Interesante. Po, Shkon me shokut atje? po dal me 2 ose 3 shok varet. Ilarion e merr vetë. Ilaria ka grupin e vet. Ilaria ka grupin e vet. Jeni Dali me grupet Ah, ndonë, okay. po. Ah, Sa unë jam shumë i pasionuar mas gjuhëtis, domethënë. Në vërtet? Unë dal për drer, për dhitegra, për dertegër, rosa. Ashtë halo pak i vogël ke morë. Sa kohë keni që merreni me hobin tuaj? Domethënë kur ju ka lindur si dëshirë? Unë të fakt qysh i vogël merrte gjyshi me veti, po të shadin jam njofti shumë me shoke, kena boj tip grupit dhe dalim bojmë gjë tipu. Po ti Angelo sa kohë ke? Për mua është viti i parë si dal me gjujt. Nuk kam dalë më përpara, domethënë, po gjithmonë më ka pëlqyer. Sa herë në javë shkoni apo në muaj? Momentalisht Kur kanë sezoni si i myllën, Po, është sezoni i myllur. Po. po gjatë dimnit, më shumë domethënë. që dimri gjuhet më shumë apo në Ka pranverë? fillu ka pak peshkimi, sa edhe te peshkimi jena ka pak. Shumë Shumë mirë. interesante çuna, bravo. Do më thoni pak për çfarë krenoni ju këtu në Shkodër, se mua Shkodra me thënë drejtë më pëlqen shumë edhe vizitoj shumë shpesh. Juve çfarë ju pëlqen në Shkodër? Cili është ai vend që ju pëlqen shumë dhe për çfarë krenoheni? Mo krenu nuk ka se krenu nuk ka se ka mund në gjë për veti, domethënë se për anë Pse Shkodra ka Ke kulturë? Kalan. Krenohesh për Kalanti. Po jo, përveç asaj ka kulturë. Ka. Po, mendoj që Shkodranët dhe Ka Shkodra tradita. është një ndër qytetet më të bukura të Shqipërisë. Për mendimin tim. Po, e bukur është edhe si qytet antik, po e Po. thonë. A di se ka zonën e Pedonales, Gjoadolit, që janë ndërtesa të vjetra, shumë vjetra. Po për shembull Shkodër, Gjoadoli për shembull fund javëve është vend i mirë për me dalë. Në Shkodër. Po kupton aty ke rini, ke muzikë, Po. ke fatkeqësisht deri në orën 12 nuk e kena si në Tiranë, si vazhdon pak më vonë, nuk e deri në 12 në muzika. Po, Edhe pastaj për shtëpi, a? po. Që sa mirë e din pjesën e Gjoadolit. Tuna, keni pas ndonjëherë dëshirë të jetoni në Tiranë ose diku tjetër, janë Shkodër? Apo Po, në fakt Tirana është e bukur, domethënë, është e fjerë rëmuj, po një në arsyet pse dana vazhdu dhe shkollën në Tiranë është se na pëlqen edhe vendi, domethënë. Unë me thonë drejtën e vizitej Tiranën shpesh, domethënë minimumi i herë në javë. Atë se kam të shokë se janë në shkollë momentalisht atje edhe i buarrit ata. Shumë mirë. Mendon që Tirana do ju ofrojë më shumë mundësi? Mendoj se po. Besoj se po. Angelo, tani po flet shumë herë dhe më pak. Tregon një gjë tjetër për ty. Po, me thënë edhe mu më pëlqen edhe mu marrë me fije me mekaniken, edhe rregulloj motora, kam bërë një makinë, një go-kart që e kam bërë wow. vetë. Po, do thënë është makinë e ullt, as bumin nuk e kalon vetë, do thënë do të me ull me xerka. Edhe më pëlqen do thënë mi rregullu mu marrë me ta. Pra në kontot të lirë me këtë merresh. Po, zakonisht po. Edhe me gjuetin. Po. Kur ka kohën, patjetër. Po. Shumë Shumë interesante. interesante. Bravo të Suna. Tani në Suna na lodhi pak rruga deri në Shkodër, kështu që mendoj që duhet ta pimi kafe ai, apo jo? Edhe unë shumë Tani mendoj. na gjeni kafe më të bukur të Shkodrës që edhe ne të bëjmë një foto që kemi marrë në Shkodër. Te kuptohet? Betonalia e duam. Kështu që
Diku aty. Do na çoni ju.